Kemi pasur traditë kështu si qytet. Kemi dhe punime të bukura, kështu të vjetra shumë të lashta. I keni parë. Ja, dhe ne merremi në gjurmët e më të vjetërve. Përpiqemi ta vazhdojmë traditën me sa mundemi, e kupton? Gjapeqi, do më shpjegosh pak këto zajret e dimrit që janë këto? Këto janë domate, çajin, kriposen dhe virën e diell për të sarë. Këto po janë kumulla, pasata, hajn. Po si janë bile për këto janë gjëra për në dimër. Prapë edhe të mollut, sajnë edhe e bën komposto për në dimër. Po kjo si përdor? Domatet? Domatet i përdor. Po para se të i gatuash këto, do t'i edhe në ujë. Të zbuten? Të zbuten edhe të dalë kripa, se kanë shumë kripë këto. Edhe pastaj si domatet zakonshme? I gatuan. Ose me vezë, ose me gjizë, me se të duhet i gatuan. Këtë janë shishme? Janë shumë të shishme. Të provoj një me këtë punë? Të kripostë shumë. Shumë? Pa tjetër. Mirë. Shumë. Qetur të shpejt, no? Si do me numër 2, si ushtarë të sigur. A ju ka ndodhur ndonjëherë që t'ju qet trajneri i skuadrës së futbollit? Ju garantojmë se është përvojë shumë e këndshme, jo dhaq sportive, por sidoqoftë. Rastësisht, njihemi me berberin Vangjusha Angjeli, ish trajner i skuadrës së futbollit të Përmetit 24 majit, sikur se quhej një herë një kohë. Vangjusha i mban afër fotografitë e vjetra. Përmes tyre, ne lexojmë një pjesë e historisë së vjetër dhe të re të Përmetit. Në Shkodra, veteran në Shkodra, të pjesë, në 78 farë, jashtë. Kjo është vjetër farë? Po. Është e prezidentshit. Puna e Përmetit. Këtu, kur në të ndezën pishtari që edhe një... Kjo? Kjo me shokët. Kjo është tani? Kjo ka të vjetë e një Ky ka qenë shefi i zëvarisë tregtisë, ky meteorolog, ky inxhinier, edhe unë.
do të trokasim në një tjetër shtëpi përmetare. Misera. Si ke qenë? Mirë. Si jeni? Mirë, faleminderit. Çfarë? Mirë, faleminderit. Mirë keni qenë. Hajde, urdhëro. Jam zagorit, por përmetari adoptuar bën shaka ksenoklapi, mësues. Na pret në rrugicën që shndrit nga pastërtia dhe na prezanton me fqinjin e tij, Xha Aleksin, nga përmetarët më të vjetër që kanë mbetur në qytet. Shumë babo. Mirë më jesni, me se me ertë. Jes. Ullori. Jemi gati? Gati u shka? Xha Aleksi do të na rrëfej një histori të dhimbshme. Dikur, para luftës së dytë, babai i Kiços, miku ton, ishte marrë peng nga disa çoban. Historitë ngjashme ndodhnin shpesh në atë kohë. Do të historinë e babait Kiços. Si e Po unë do ta them ashtu që di, kam qenë Irak në një tregtar Sokli Lamani. Në mëngjes u hap që u vodhën baktit e çome kasapit. Zhvit ka qenë. Do të jemi në vitin 42 ose fillimi 43. Se unë punë 42 kam filluar, pa nuk e ndaj do tani këtë. E gjejmë vitin, nuk ka problem shumë. Se janë djemtë e atia që mblodhi paratën e janë më të ashtu. Edhe në mëngjes u vënë bakti që më kanë marrë peng dhe Lefterin. Lefterin një personalisht se ishte kasap që shku gjalleri, kapetan, shikonje. Ajo dhe tani që vdik, pe ishte. Alarm pasarë të tregtar, do më tronditën, më kujtoj të mirë që një grup gjandarësh, i mbaj më në mishë kaluan për para dyqanit, në ato pushkët duke nxituar. E po mirë, djali rieshe, kupton 13. Këta gjandarë duke gjykuar më vonë unë kupton ti, mendoj se ka në vajtur deri në varëzën që këmtutje dhe u kësën shpejt. U kësën gjandarë. Dëgjojnë këta burat e mëdhenj, kishte një stëmën që kishin bërë shkollë në Itali, ata tregtarë djemë të tyre. Më thonë, që bëgë këta gjandarë? Kur vanë bole kërë, bole mba një ore gjusë. Kërë këta e, dhe se ty u kësën gjandarë. E po me ikën, me morën baktit. Dëgjojmë tani që kanë marrë këtë Lefterin peng dhe duan 300 Apollon. E po me 300 Apollon, ku gjithë 300 Apollon, se ka sa pjenë, nuk që dojnë, ka shendi. A ene ky Lilo Cullufi dhe... Bashkëtarë ti apo? Bashkëtarë po si. Po. Dhe ky Dregja Rojba, gjej dhe emri kupton, të dy këta ndodhen parën për tregtar. Ndima, me i turb të lesh të vërive dhe mbaj mënd kështu zotë më të njeri. Dhe mblodhen 300 Apollon. Dha dhe ustaj që kush 20, kush 30, kupton tërë. Si mas mund qësë. Dhe i dhanë. Dhe i mundë se ishte ditë e tretë. E do të shkonin në batenja në filan pëmët të avarin turbën, se ta e shikonin. A e nej... Saktuar mendin me fjallë. Ishte ditë e tretë këta vanë. Sofijanqa ishte i dyti. Sofijanqa. Kupton ti, Bualot dhe ky, vanë varën turbën. Vanë në muron pratë që tamam, edhi Lefteri. Tani këto, unë i kam bizdoj me Lefterin. Sa ka që kam dekore, kupton? Ne ka shpeguar. Po Lefteri nuk bizeton dhe shumë me njerës të jeba, me ne bizetonin. Se kemi lidhje, kupton kështu, dhe ishte original kjo. Iku këto. Kjo ishte. Lefteri edhe në shtëpi, gjysot dhe baktive ti morën ata, mendojmë do në qinë kokë u ktheu prifti i drejti babaj Simo Titos, rëmbeu armë kjo që lojti, u kësën pjesë e baktis, pjesë atë shkojtë deri këtu. Si ishin përmetarët e vjetër? Xha Aleksi tregon. Për çdo mëngjes, hapsi dyqan me orar veprimi, orar bashkia. Në dyqan duhet keshe lejnë e zanatit, kush të punonte, keshe dhe pasqyrën tjallë dhe tative 3.000 orë parë, 3.000 orë 2, 3.000 4. Kjo. Dhe pastorin e qimgje Sabdin, dyqan talë